Mirë se vini në kanalin tonë Fuqia e Trurit. Vezët janë një nga ushqimet më të konsumuara në botë. Për dekada me radhë ato kanë qenë objekt debatesh. Disa i kanë konsideruar si një super ushqim të pasur me proteina dhe vitamina, ndërsa të tjerët kanë pasur frikë t'i konsumojnë çdo ditë për shkak të kolesterolit. Në këtë video do të shohim se çfarë mund të ndodhë në organizëm gjatë 30 ditëve të konsumimit të një vezi në ditë, cilat janë përfitimet më të rëndësishme dhe kush duhet të konsultohet me mjekun përpara se ta bëjë këtë zakon pjesë të dietës. Para se të vazhdojmë, bëni subscribe që të mos humbini asnjë video me përmbajtje me vlerë. Trupi merr më shumë proteina cilësore. Një nga ndryshimet e para lidhet me marrjen e proteinave. Një vezë përmban proteina me cilësi shumë të lartë, të cilat përmbajnë të gjitha aminoacidet thelbësore që organizmi ka nevojë për ndërtimin dhe riparimin e indeve. Proteinat janë të rëndësishme për muskujt, lëkurën, flokët, hormonet dhe shumë procese të tjera jetike. Për këtë arsye, konsumimi i një vezi në ditë mund të ndihmojë që dieta të jetë më e pasur me proteina, sidomos tek persona që nuk konsumojnë shumë mish ose peshk. Mund të ndiheni të ngopur për më gjatë. Vezët njihen si një ushqim që ngop mirë. Falë kombinimit të proteinave dhe yndyrnave të shëndetshme, ato ngadalsojnë zbrazjen e stomakut dhe mund të ndihmojnë që ndjenja e urisë të mos rikthehet shumë shpejt. Për këtë arsye, shumë njerëz që konsumojnë vezë në mëngjes raportojnë se kanë më pak dëshirë për të ngrënë mes vakteve. Kjo mund të ndihmojë edhe në kontrollin e marrjes së kalorive gjatë ditës. Natyrisht, rezultati varet nga dieta në tërësi dhe jo vetëm nga një ushqim i vetëm. Truri merr më shumë kolinë. Një nga lëndët ushqyese më të rëndësishme që gjendet në vezë është kolina. Shumë njerëz nuk kanë dëgjuar kurrë për të, por ajo është thelbësore për funksionimin normal të trurit dhe sistemit nervor. Kolina përdoret për prodhimin e acetilkolinës, një substancë që ndihmon në komunikimin mes qelizave nervore. Ajo gjithashtu merr pjesë në ndërtimin e membranave qelizore dhe në funksionimin normal të mëlçisë. Vezët janë dërburimet më të mira natyrale të kolinës. Sytë mund të përfitojnë. E verdha e vezës përmban dy antioksidantë shumë të rëndësishëm, luteinën dhe zeaksantinën. Këto substanca grumbullohen në retinë dhe ndihmojnë në mbrojtjen e syrit nga dëmtimet e shkaktuara nga drita dhe proceset oksiduese. Një dietë e pasur me këta antioksidantë lidhet me shëndetin afatgjatë të syve. Sigurisht, një vezë në ditë nuk garanton mbrojtjen nga sëmundjet e syrit, por është një burim i mirë i këtyre lëndëve ushqyese. Merrni më shumë vitamina dhe minerale. Edhe pse është një ushqim relativisht i vogël, veza përmban një numër të madh vitaminash dhe mineralesh. Ajo është burim i vitaminës B12, riboflavinës, selenit, fosforit dhe vitaminës D, një vitaminë që shumë njerëz e kanë në nivele të ulta. Këto lëndë ushqyese marrin pjesë në prodhimin e energjisë, funksionimin e sistemit imunitar, shëndetin e kockave dhe shumë procese të tjera të rëndësishme. Për këtë arsye, veza konsiderohet një nga ushqimet me densitet të lartë ushqyes. Çfarë ndodh me kolesterolin? Kjo është ndoshta pyetja më e zakonshme. Për shumë vite besohej se konsumimi i vezëve rrit automatikisht kolesterolin në gjak. Sot dihet se situata është më komplekse. Tek shumica e njerëzve të shëndetshëm, konsumimi i moderuar i vezëve ka ndikim të vogël në kolesterolin në gjak. Në fakt, për shumë persona, ndikim më të madh kanë yndyrnat e ngopura, ushqimet ultra të përpunuara, mungesa e aktivitetit fizik dhe faktorët gjenetik. Megjithatë, disa individ mund të reagojnë ndryshe. Personat me sëmundje të caktuara ose me kolesterol shumë të lartë duhet të ndjekin rekomandimet e mjekut ose dietologut. Mund të ndihmojnë në ruajtjen e masës muskulore. Me kalimin e moshës, organizmi fillon të humbas gradualisht masën muskulore. Për këtë arsye, marrja mjaftueshme e proteinave bëhet edhe më e rëndësishme. Një vezë në ditë si pjesë e një diete të balancuar mund të kontribuojë në ruajtjen e muskulëve, veçanërisht kur kombinohet me aktivitet fizik. Kjo është një nga arsyet pse vezët rekomandohen shpesh në dietën e sportistëve dhe të moshuarve. Kush duhet të tregojë kujdes? Edhe pse vezët janë të sigurta për shumicën e njerëzve, ka disa përjashtime. Personat me alergji ndaj vezëve duhet i shmangin ato. Po ashtu individët me sëmundje të caktuara kardiovaskulare ose me çrregullime të metabolizmit të kolesterolit duhet të ndjekin këshillat e mjekut lidhur me sasinë e përshtatshme.
Gjithashtu është e rëndësishme që vezët ta gatuhen siç duhet për të ulur rrezikun e infeksioneve ushqimore. Një vezë në ditë për 30 ditë mund të ndihmojë organizmin të marrë proteina cilësore, kolinë, vitamina dhe minerale të rëndësishme. Ajo mund të rrisë ndjenjën e ngopjes, të mbështesë në shëndetin e syve, të ndihmojë në ruajtjen e masës muskulore dhe të kontribuojë në një dietë më të pasur me lëndë ushqyese. Për shumicën e njerëzve të shëndetshëm, konsumimi i moderuar i vezëve është pjesë e një ushqyerje të ekuilibruar. Megjithatë, nëse keni sëmundje kronike ose kufizime dietike, është mirë të konsultoheni me mjekun ose dietologun për rekomandime të personalizuara. Kaq për këtë video. Faleminderit që na ndoqët dhe për më shumë video të tilla bëni subscribe, like dhe comment.